Prokuroria e Tiranës ka kërkuar konfiskimin e pasurive të familjarëve të shtetasit Sajmir Ali Mehmeti, i cili është dënuar në SBA për vepra penale në fushën e akteve terroriste. Ali Mehmeti është dënuar nga gjykata e New Yorkut në vitin 2020 me 22 vite heqje lirie për vepra penale që lidhen me terrorizmin. Ai është shpallur fajtor për vepra penale në fushën e akteve terroriste me akuzën se ka siguruar ose ka tentuar të sigurojë mbështetje materiale për individ apo grupe të përfshirë në aktivitet terrorist dhe ka bërë deklarim të rrem për tu pajisur me pasaport. Sipas prokurorisë, Ali Mehmeti pohetohet në Shqipëri për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Nga verifikimet rezultoi se Sajmir Ali Mehmeti dhe familjarët e tij kanë kryer transaksione financiare dhe veprime ekonomike me vlera të konsiderueshme, të cilat nuk justifikohen nga të ardhurat e deklaruara. Familjarët e tij, iniciale ZA dhe VA, deklaruan se të ardhurat janë luar nga qirat dhe kursimet, por nuk janë ofruar dokumente që të mbështesin këto pretendime. Bazuar në hetime, prokuroria thekson se vlerat monetare nuk kanë prejardhje të ligjshme dhe nuk justifikohen me dokumentacion të rregullt. Përfundimisht, bazuar në hetimin e kryer, vlerat monetare të mësipërme nuk justifikohen nga subjekti Sajmir Ali Mehmeti dhe pjesëtar të tjerë të familjes së